Si që pata në Syrin e Botës, falenderoj shumë për kohën edhe çdo shpjegim shumë interesant që dha. Shpresoj t'ju kem sërish në komentimin e ngjarjeve të tjera me rëndësi ndërkombëtare. Kënaqësia ishte imja. Faleminderit ju. Ju lutem. Mirë, do ta lëm Hungarinë dhe do të shkojmë tani në Francën që po përballet me çmime gjithnjë e në rritje për shkak të luftës tashmë në lindjen e mesme. Në Francën ku e djathta ekstreme Marine Le Pen shkëlqeu në qytetet e vogla, por vuajti në qytetet e mëdha, në zgjedhjet e fundit lokale, duke bërë disi në fakt më të qartë peizazhin politik goxha të fragmentuar vitet e fundit, një vit para zgjedhjeve presidenciale. Në Francën që lundron, si dhe shumë shtete të tjera, në ujrat e paqartë të fatit të Aleancës së Atlantikut Verior, ku kërcënimi të presidentit amerikan për largim nga NATO, nga ky tigër prej letre, presidenti francez nga Seuli i përgjigjet me një Trump po krijon për ditë dyshime për vazhdimsinë e aleancës dhe kjo nuk është diçka e mirë. Ndërkohë nga ana e tij Trump i përgjigjet me keqardhjen se Macron po keq trajtohet nga bashkëshortja e si të mos mjaftojnë të gjitha këto dhe të tjera që unë nuk i kam përmendur këtu. Në fillim të javës, ndoshta për herë të parë në histori, në një gjykat të Parisit ka nisur një gjyq goxha i madh me 22 persona nën akuza për vrasje dhe akuza të tjera të rënda të një rrjeti mafios brenda një lozhe masonike. Mes të akuzuarve ka oficerë të policisë, agjentë të shërbimeve sekrete dhe biznesmen. Gen zburimi Radio France International, mirë se të kam në Syrin e Botës. Përshëndetje. Më e rëndësishme sigurisht kam përshtypjen që është çështja e çmimeve, çështja e parave, bllokimi i Suezit, si po ndihet ajo në Francë. Unë kam lexuar në fakt shumë politikanë francezë, kryesisht sigurisht të së djathtës në rrjetin social X, që thonë në një luftë që nuk është e jona, pse duhet paguajmë ne haraçin. Si jeni me lekët Genzi? Këto ditë. Po Franca s'ka qenë mirë as për para. E di. Pas kësaj gjëmës së Hormuzit, domethënë, ç'a bëhet? Të kujtoj që të gjitha revolucionet në Francë ka ndodhur për shkak të lekëve. Absolutisht. Dhe mini revolucion që ndodhi para disa vitesh, nëse këtohet dhe gjitha Evropa e pa, të famshmit i lekëve, që pikërisht për ato shkaqe sot, sa asaj kohë u rritë çmimi i naftës vetëm 10 centim. Dhe doli populli në rrugë dhe desh shkapi dhe Macroni në Elize gjallë dhe i u shtrehua në bunker, kështu që nuk ka asnjë gjë të re. Problemi është se kur ndodhi kriza e Covid, pikërisht politikanët francezë, duke ndjerë këtë shpirt revolucionar të popullit tyre, zgjidhen qesën dhe shpërndan shumë dhurata. Domethënë ti që ndërmarrje humbi para, ti paguaj gjithçka. Ti mbas e një pak frëngjishëm dhe është shpreha qua kilon kut. Sa do të kushtoj, unë paguaj. Po të kjo e që ekonomi franceze në një humner fiskale të jashtëzakonshme dhe sot është kampione për deficitet në zonën euro me 2.5% deficit të GDP-s, në kohë që limiti i Maastrichtit është -3%. Kështu që kësa herë partije i vrasë kryeministri i Francës, që ndryshon shpesh, nuk ka më para, kështu që. Po revolucion nuk kemi as edhe në, domethënë as e çojmë në përmend. Tashmë është pranuar gjithçka, situata. Sigurisht janë ujrat e paqartë dhe të turbull ç'a do bëhet me NATO, ç'a do bëhet me Bashkimin Evropian, për më tepër Macronin, zgjedhjet e fundit lokale, që siç e thash konfiguruan paksa më qartë, le të themi, situatën politike goxha të fragmentuar. Megjithatë fillon nga një çështje që është interesante, të paktën mua më ka tërhequr vëmendjen. Ndoshta është për herë të parë në histori, mbase gabohen për çështjen e disa masonëve që janë përfshirë në një çështje gjyqësore për të hapur një gjyq. Është bërë goxha se kam ndjekur, nuk është ndjekur shumë, sinqerisht. Nuk e ke ndjekur. Mund ta, por nuk është më tepër gjyqi pikërisht për rritin DZN, që është narkotrafik si në Shqipëri, po pa imagjinosh në Francë, ka zaptuar jugun e Francës dhe ki probleme të zgjedhjet, imagjinoni. Shumë herë komentuar se kjo se sa për masonikët. Janë gjëra domethënë që juve në Shqipëri. Po pse ka marrë kaq shumë vëmendje? Jo, por në Shqipëri, sepse unë jam referuar medias ndërkombëtare në fakt. Thjesht më bëri kurioze, thash. Okej, nuk është në Francë një gjë e çuditshme, apo jo? Nuk diskutohet fare, sepse nuk është, si thua, Franca se ka qenë këto teoria, ashtu pak a shumë të librat e atij, si ai
Kodi Da Vinci Unë nuk po i referohem asaj, po referohem institucioneve të njohura nga shteti që funksionojnë brenda rregullave. Da Vinci pastaj është histori tjetër. Edhe një gjë tjetër, po e marr nga këndvështrimi shqiptar, domethënë nga këndvështrimi shqiptar, ndoshta për ju është zakonshme? Nga do ta kesh ti pyetjen, pikantja në këtë aferë, kjo është Kodi Da Vinci, pra janë këta njerëz të mason që betohen. Masi në Shqipërinë neve që pim gjakun që bëjmë vëllezër, kjo është masonizmi. Edhe është interesante nga ana komplotiste, konspiracioniste, është geniale, shqiptarët vdesin. Po në fakt bëhet fjala për një gjyq në të cilën sigurisht ka filluar në bazë të ca fakteve. Edhe një herë ti je sot një kriminal, po je mason, në rregull? Në atë lozhën tënde, pra në atë lozhë të shqip neve, në atë kompaninë tënde masonike, ke edhe një gjykatës. Po. Çfarë do bësh ti gjykatës? Do ti një gjykatës ke. Ta di agenci nuk e di, domethënë, prandaj po pyes. Një gjykatës ke një betim ndaj institucionit francez, sigurisht shërbimit franceze. Do të shpjegoj. Por ke pas edhe një betim të dytë si masonik. Që brenda masonëve duhet kooperim dhe ndim. Është shumë e vështirë si temë. Është shumë e vështirë si temë. Unë them duke ju referuar asaj që është publikuar në media, nuk po i flem, po them të futemi në për rrite apo të futemi në. Okej. Po çfarë do të thonë? Në vend çfarë është një që kanë ndihmuar të çfarë, nuk është një gjë e madhe, është shumë e madhe historia e asaj po, e Mazanit, por që e buri gruan ta përdoron për të vetë. Ajo po, ajo është për të shpikur. Një shoqëri franceze e jugut e eskobarizuar. Si Escobar në Kolumbi ku pagonte spitalin, shkolla, çerdhet, kishën. Kjo histori, okay, e lë masonët. Jam shumë dakord, i lë masonët. Ndalemi te kjo që sapo the. Kur ka filluar të strukturohet një, le të themi, shoqëri brenda shoqërisë, është shtet brenda shtetit, i cili është parazitar në thelbin e tij dhe kërkon pikërisht të shkatroj ato struktura të cilat janë ngritur prej shekujsh tashmë në Francë dhe ti tjetërsoj apo ti diversifikoj komplet sipas një mënyre të tillë. Flasim për këtë gjë. Ishte kohë. Po. Ishte kohë shumë shkurt, por sigurisht por në situash në atë klishen franceze, të ndodhi në Marseille, mos është Marseilla, kështu është Marseilla. Ose që ke një klishe për italianët, nuk shkruajnë italianët. Ose klishe për shqiptarët. Ka një klishe në Marseilla kështu. Problemi është se ky fenomen po në Marseille. Pa vitin e kaluar, që qytetet që në Francë ishin të rehatshme, si thua, me një lloj jete normale, që këto qytete do bienin pre e bandave të narkotrafikut. Grenoble, Nanta që është në Atlantikën Atlantike, që e bashkë një qytetet ku me pike të larta po situar në Francë. Clermont-Ferrand është të them ngenci është në qendër të Francës me spyjeve, që s'ka qytet më të qetë. Ç'bën ata që të zbulojnë ato banda narkotrafikësh që nuk janë më në Marseille, që po shkojnë tani dhe po synojnë komplet atë pëlhurën sociale të Francës. Gjeti, një pyetje, kishim zgjedhjet e fundit, kishim një zgjedhjet e fundit lokale. Thashë Diasta Ekstreme fitoi qytetet e vogla, qytetet e mëdha kaluan. A pati rolin e vet në fitore apo humbje ky rrjet, ky sistem që ti flet, pra është futur tashmë edhe në sistemin politik? Po. E flasim konkretisht, pra, konkretisht në këtë zgjedhje. Çfarë ndodhi? Të dëshmia pam neve në këtë fushat nga qytetet e jugut të Francës, ku nëna me fëmijë e pranoni që libra shkollor po ja blinin këta të drogës. Kuptim që kryetar bashkie ose opozitar që thonin po, na blen vota për neve. Wow, ndodhi kjo në Francë. Kishte tmerri. Cilat janë reagimet? Ka reagime? Për një Franca që bëri, ish ministrin e brendshëm e bëri ministër drejtësie. Po. Darmanin që para që bëri, tha do bëri më njëherë, tha, si në Amerikë, dhe kjo është për ne thonë Francë, një herë fillon dhe reagon kur fillon, kurse Shqipërisë ka reagime. Tha do bëj një gjyq shtat sigurisë lart për 100 narkotrafikantë më të mëdhenj, sepse këtu ata që janë në përreth, janë të vëgjtit, duhet të kapur koka. Dhe çfarë bëri ai? Dhe tani ky gjyq i madh i bëhet sot, dhe që është shumë i madh i gjyqi i këtyre masonëve. Pra janë kapur 45 koka narkotrafikësh. Por është në Francë po që pojtohet tani. Edhe tani zgjedhjet kaluan, sigurisht që rajo atmosfera sepse para zgjedhjeve lokale që shumë, por që
sot në Francë është bërë tashmë një fenomen publik, narkotrafiku që po influencon jetën publike. Por ama ka filluar reagimi në shkallë të gjerë që s'ka qenë më para mediat, klasa politike e kujtonin këtë fenomen si një fenomen folklorik i jugut, i Marseilles, më do të theksin e Marseilles. Në fakt, po shikon, ndoshta edhe krimi, ndoshta edhe krimi e asaj idesë që është shumë i lokalizuar si fenomen, është më tepër folklorik, i përket të shkuarës, i shërben pikërisht idesë që e fsheh derisa shpërthen, pra ti nuk i jep rëndësinë e duhur dhe një ditë të bukur e sheh në oborin e shtëpisë, e sheh në kutinë e votimit, e sheh në politikë bërje, e sheh në të gjitha instancat e strukturat. Dhe kjo nga që nuk ndodhi kjo ndërgjegjësim tek politika normale franceze, që shpjegon sot përse zonja Le Pen është partia e parë në Francë. Pikërisht ajo thonë kam zgjidhje tha. Sipas se kjo është një ndër arsyet kryesore, pra të huajt në Francë apo pik. Kjo është po të shkruan statistikat. Këta që merren me drogë, se ai i drogës nuk është vetëm që shet, është ai që ruan. Që shikon është ai që ruan që shikon janë minoren, 12 vjeç, 13 vjeç, 15 vjeç. Ta nuk shkojnë në shkollë, e çfarë shkojnë? Që nuk shkojnë në shkollë sepse janë fëmijë me prejardhje nga emigracioni. Fëmia një franceze shkon në shkollë. Fëmia me një baba, mama algeriane, marokane, tunisiane, ku diun, nuk shkon në shkollë, bën këtë trafikë drogësh. Dhe thonë kam zgjidhje fare, stop emigracion. Bravo. Këtë është një problem i prekshëm ky në përditshmërinë tuaj, domethënë ti flet nga ndoshta nga eksperiencat personale, nga kontaktet. Ore, në Shqipëri unë qesh kur dëgjoj Ramën që thotë do integrohemi. Viti që vjen në Francë fuqinë Le Penit për këtë arsye që po të them. Harroi integrimin. Shikon, në rastin e Le Penit që fitoi në, le të themi, qytetet e vogla dhe jo në qytetet e mëdha, a luan një rol pikërisht kjo strukturë? Pra, qytetet e mëdha ndoshta janë nuk kanë vlerë, nuk kanë pikë vlerë, asnjë partisi fitore. Është një tregues gjithsesi, është një tregues. Po, është një tregues. Po, një statistik është, Fare, sepse në gjithë bashkiake njerëzit votojnë për personazhin, nuk votojnë për partinë. Po, patjetër. Gjithsesi, ajo parti që zgjedh personazhet e duhur, domethënë vlen kur zgjedh personazh. Racional. Nuk e ndryshon ti emigracionin e bashkisë. Por tu duan ndryshime rrënjësore e bën presidenti i Republikës. Pra e vetmja zgjedhje që në Francë ka vlerë është zgjedhja e presidentit të Republikës. Franca është një monarki republikane ose një republik monarkiste. Mirë, okay. Ku ka, se as në Amerikë se ka Trumpi që u mbasi midterms, des. Ku pas presidenti është Maja. Kanë tjetër sistem ata, sigurisht. Dhe gjithë sondazhet sot vën ekstremin e djathtë fituese pas një viti në zgjedhjet presidenciale. Sigurisht që do shfryet ajo se do ketë një zgjedhje të madhe. Çfarë do bëja imigracionin? Ku do çojë? Ai që ka lindur në Francë, që është algerian, ku do çosh? Po, njerëzit tu shpresojnë sepse nuk kanë zgjidhje. Do kuptosh që në Francë njerëzit u zgjonjyen nga dy partitë historike. Franca ka qenë sistem bipolar si Amerika. Një parti e gjatë e Sarkozys, mbaroi ajo kohë. Si mbaroi doktor Barimi, një parti e majtë e Hollandit, para ti ka qenë Mitterrandi. Ja emri që i flas francezë, De Gaulle Mitterrand. Shumë bukur. Këto dy parti, Macroni i ndroi në pension në 2017. Macroni që pak a shumë që një Adretik Lapa në Shqipëri, i pa njohur, po një Lapa që nuk arriti të vinë askënd. Në Shqipëri në 6 muaj Macroni, në 6 muaj i pa njohur, krijon partinë dhe i nxjerr në pension. Edhe PS-n edhe PD-n e Francës. Shumë bukur. Me thënë modë të ndryshme. Unë thatë 8 vjet nuk bëri asgjë. Ushtoi migracioni, narkotrafiku, po bën zgjedhje. Dhe tani është normale që këto vend tani devijojnë tek ekstremi, pra partitë kryesore nuk dhanë gjë. Për të reja, Lapa i francez nuk dhanë gjë. Dhe Shqipëria këtë rrugë do marrë më vonë. Të rrugë për Gjermania, të rrugë për Italia. Italia nuk shkoi direkt tek ekstremi. Ja, po ty afrosh me Meloni. Shiko, flasim gjithë problemi që në të rrugë po shkojmë, sepse edhe një herë kujtojmë se origjina e të keqes është imigracioni. Këta nuk kanë vlera si neve, këta të huaj që vinë. Këta e preferojnë të qenë fëmijën të shkojë të bëjë atë vigjilin tek trafiku drogës, sa të shkojnë në shkollë. Fëmija francezë, italianë nuk e bën. Këtë mendojnë ta.
A është zgjidhja, nuk e di. Flasim pak për institucionin e presidencës franceze. Prej shekuj tashmë figurat më të rëndësishme të kombit kanë qenë president, kanë luajtur role të rëndësishëm, sigurisht kanë pasur një emër të madh që është përcjell në histori. Vim në ditët e sotme. Përveç gjithë, le të themi, bëmave të Macronit, kemi një president që tallet në mënyrë konstante nga presidenti një shteti tjetër. Unë nuk po merrem me sjelljen e atij presidenti, po flas se si e erozionon institucionin, jo personin, institucionin e presidentës franceze, një, le të themi, shkëmbimi i tillë batuta. Si e mes amerikan që prej faktit të poshtërimit që i bëri ta marrin tani të Trumpit, kjo presidencë po humbet. Është e kundërta. Po njerëzit si reagojnë? Si reagojnë? Janë indiferent tashmë sepse u bë një lojë gjatë. Është komplet, do të thosh, një mentalitet francez i veçantë. Macroni ka humbur shumë pikë në Francë. Është gati nuk ka patur president kaq ulët të sondazhet në këtë stad, shumë bukur. Dhe pikërisht këto sulme që i bën Trumpi e ngrejnë është e kundërta e asaj që sa po them, sepse Franca ka një mentalitet, ka një ideal që nuk tolerojnë në jetën private. Dhe ka thënë Epstein, Franca di me vones në media. E sheh këtë frym në mbrojtje të presidentit pas kësaj gjëje? Pra e sheh, konstaton? E konstaton. Është jeta ime normale këtu. Në 100 të botës, ma thuajeni mua, do kishte patur një president si François Mitterrand në Elize, i martu, me fëmijë. Po, ka pasur jetën e vet, absolutisht nuk u diskutua kur. Kishte një grua tjetër, kishte një fëmijë tjetër, e strehonte me paratë e rubrikës. Ku do sta kjo? Asnjë është privat. Në 100 të botës, me më vonë, Holandin, president e rubrike, që qohet në mëngjes, bën një kask, me motor, blet croissant dhe e çon të dashurës. E komenton një për jene. Një këshosh, për tash jetë private. Nuk, e keni komentuar shumë më tepër juve, jashtë Francës, martesën, midis çiftin, Macron, Brigitte, Shiko, kultura të ndryshme, qasje të ndryshme, secili në kulturën e vet. Pyetje mos ta bëj pyetjen pikërisht me kulturën tënde atje, sepse në Francë nuk është kështu dhe një herë, atë që ka bërë dje Trumpi, tu na erdhi për të vjellur. Dhe këtu duhet të kitën Macronin që në mënyrën më franceze, kur ja bën pyetjen, që Trump tha këtë që ka ke komashenje në gusht që hëngre nga Brita, në mënyrën më thjeshtë, më franceze tipike, tha i them presidentit Trump që nuk është elegante. Nuk është elegante. Dhe dy, kemi gjëra më të rëndësishme për diskutuar se këtij. Absolutisht. Dhe kjo është francez. Nuk komentua fare. Prandaj po them edhe një herë, kujdesin sepse për ju edhe një si puna e masonëve, keni janë gjëra që është kështu. Jo, po Genc është e natyrshme, është e natyrshme që unë të bëj pyetje nga këndvështrimi im gjeografiko-kulturor. Po kujtoj nëpërmjet teje të shpjegoj edhe një pjesë të atyre që ndjekin në Shqipëri, që kujtojnë që unë jam shumë pro PD-s, shumë pro BE-s. Se unë flas me një mendsi franceze. Tu në Shqipëri për shumë merren shumë tek ndarjet brenda ke PD-ja që unë i denoncoj ç'pun kanë që merren PD-n. Sepse tu në Francë nuk merren parti politike. Është kjo shtenci i privatësisë, është jeta e tyre, është partia e tyre, bën çfarë duan. Kjo tregon që partia sot më autoritare në Francë dhe në Perëndim, por mos thënë më diktatoriale, që është partia e Le Penit. Është partia numër 1 në Francë. Si ka mundësi sot që ti, popull francez, kaq i edukuar, i civilizuar, të shkosh dhe të votosh një parti ku nuk ka zgjedhje. Zgjedhje s'ka ke partia e Le Penit. Por që vendi i partisë trashëgohet, sikur Berisha ka lënë me trashëgimi postin të bijës. Çfarë do të thotë? Sepse një herë publiku francez mendon që një parti është një çift, është jeta e tyre. Në një partin e gjykoj tek produkti që më jep si komp, çfarë programi ke. Çfarë do bësh për neve që politet nafta. S'po duhet më fare se u zgjo Sajani apo u zgjo këtë pasi është puna juaj. Prandaj këtë tendencë Franca e shtin për gjithçka. Privatësia e neve nuk hyn në privatësi, është jeta private. Të shohësh si Ramon që tallet me njerëzit.
tallet me di palokun, tallet ose që thotë brishës plak. Keni është i pamundur. Si të thuash me kilpedi e plak. Ç'është kjo? Ky ofendim fizik është privatësi. Atë që bëte Rama me buftin e bufit çdo mëngjes, keni është e pa imagjinueshme. Po të jap një shembull shumë privat. Ma lejo. Patjetër. Bën që është maturant, bën shkëmbim klasash, në shpesh të prandim, midis shkollash jashtë. Pra, klasa e tij në Francë, priti një klasë italianësh të liceut të mirë në Rom, i mbajtë një javë këtu dhe ta shkon një javë atje. Në rregull? Edhe gjatë kësaj jave, italianët shkuan tek leksionet, tek mësimet e klasë franceze, edhe i mbi që ishte para një javë në Rom, me shokët e tij, shkuan një javë vetëm ndaj ata dhe shkon çdo mëngjes në shkollë. Edhe i thash, çfarë bëri për shtypje? Sa baba gjinoi për shtypje sa? Dhe kjo është lidhur me privatësinë, lidhet me sa në klasë ka ishte një vajzë që është italiane, që është Chiara tha, po me tipare kineze, me siguri tha ka priane kineze. Dhe këta nuk e thrisin tha Clara, tha, e thrisin kinezja. Dhe ne kojmë që kushtë nuk si ka mundësi. Pra tha që normale, tha. Dhe ne dhe ka mundë në Francë, është njëri, që këta të dhe përbuse kinezja, privatësia. Pra në Francë jemi shumë të ndishtë nga kësa gjëje, privatësia. Pra në kjo që bëri Trumpi, është një gafë e madhe, nuk e përkullot shumë në Francën. Parë. Dhe nuk e ka ullur as pak Macronin. Pa, e ngriti biles, e ngren. Macroni po konvetë në shumë gjëra tjera, po ka e ngren. Genc, pyetja e fundit, ka një problem e një çështje për diskutuar, por gjithsesi, duke u referuar zgjedhjeve të fundit lokale dhe rezultateve, si e sheh presidencën 2027? Fitore gati e sigurt e partisë Le Penit, apo mendon që përgjatë kësaj kohe do dalë në një figurë frymëzuese që do mishëroj vlerat e le të themi pjesës më të madhe të francezëve, do garoj fort dhe do fitoj këtë përpjekje apo proces shumë të madh të Marine Le Penit? Zgënjimi që krijoi Emmanuel Macron i ka prerë francezëve çdo shpresë se në këtë vend në Francë mund të ketë një figurë frymëzuese. Ka shpresë. Pikërisht Macron. Ka vdekur shpresa. Ka vdekur shpresa. Ka vdekur. Se atë shpresë Macroni ngriti ata. Kjo është një gjë shumë e madhe për një popull si francezët, për çdo popull, po sidomos për francezët. Ka një por brava. Pra shpresa ka vdekur se mund të ketë më sepse kur nuk bëri gjë Macronin, që ishte i ri, i shkolluar, simpatik, që ishte energjik, sigurisht erdhi me energji. Pa politizuar, nuk vite nga establishment politike. Kur ai dështoi, edhe më keq se dy parët, pra më keq se partia e De Gaullit dhe partia e Mitterrand, nuk ka shpresë. Tani, u ngrit ky fenomen i Le Penit. Problemi është në Francën, sot krahasoje publikun francez, elektoratin, krahasoje me emblemën e Mercedesit. Me 3 pjesë. Pra sot Franca është ndarë në 33, paka shumë, në 3 të treta, quasi të barabarta. 1/3 e Le Penit është ekstremi djathtë. 1/3 është ekstremi i majt, është antikapitalist. Dhe 1/3 është qendra, që është Macroni, që përfshin të majt të djathtë. Rregull? Kjo thotë që sot Le Penit është e para si parti, sepse ajo si parti përfaqëson një kamp. Po me 30% ajo nuk mund të zgjidhë presidentët. Sepse kur të zgjidhë, të duan 51%, po apo jo? Pra në Francë, ndoshta nuk ka një figurë që bën shpresë, mjafton që të jetë dikush përballë Le Penit dhe ka një mobilizim i elektoratit që fashistja mos të zgjidhet. Dhe në fëmijë që quhen plafon ver, pra është një tavan për xhamin që partia e Le Penit nuk parin dot ta tekaloj, ta çaj, që të kapshin gati 51%. Algonos kjo në 2027. Kjo do thotë që në 2027 njerëz të zhgënjur nga ekstremi i majt, të zhgënjur nga Macroni, mund të thonë që përkrojtja e Le Penit dhe tyre kjo është çështja. Pra, është partia e parë në Francë, po jo mjaftueshëm për të qenë 51% e elektoratit. Askush në Francë sot nuk përbën 51% të elektoratit. Deri tani. Gjithsesi zhgënjimi është le të themi ndjesia dominuese.
Po, pra integratin çan, 3 pjesë, si Shqipërit kesh PS-n, PD-n edhe të kesh ku diun në partinë e Raliçorit madhe. Që nuk mund të bashkohen kurrë bashkë. Dhe kjo për ne është një zbulim që se ka Gjermania, se ka Italia, se në Gjermania të ashtë bëjnë koalicione. Në Gjermani për shembull ishte gjë më normale që partia e Merkelit bënte koalicione me aktualisht ka bërë më sot. Në Itali po ashtu dhe Meloni është në koalicione. Në Francë nuk ekziston koalicioni. Ka një luftë politike dhe më tegër se Shqipëri. Urrëtia në Francë ndaj politikanëve është më e madhe se urrëtia në Shqipëri, ra brishki për Megli. Dhe këtë nuk e dim se do ndodhë kjo asnjë viti. E dim që është partia e parë, por edhe po i fitoi zgjedhjet presidenciale partia e Le Penit, që ndodh me ato që vinë pas 3 muajsh, sepse presidenti është një lloj shau, është mbreti. Po duhet me ushtarët. Pra presidenti kur zgjedh në Francë, më një mbas 2 muajsh ke zgjedhje presidenciale, zgjedhje parlamentare, në mënyrë që presidenti të jepet edhe një mazhorancë në parlament. Për do të për të golin. Por kësa herë do ndodhi. Mos kesh parë me një president Le Pen, por pa një shumicë parlamentare Le Pen. Dhe për ne është një lojë e hapur, por ama di që sot ka një zhgënjim, nuk ka më shpresë. Dhe emri që sot do ta challenge-oj Le Penin, po ta jap tani, quhet Eduard Philipp. Është ish kryeministri i parë i Macronit. Është ai që provokoi popullin në rrugë, Jenek Berët, sepse është ai që ngriti asaj kohe 10 santim çmimin e naftës. I mendon se nga shpesë? Por ai ka shanse të fitojë përballë Le Penit, sepse pikërisht ka njerëz që nuk duan të votojnë për Le Penin. Genc, e lëm për momentin këtu çështjen e politikës franceze, sigurisht uroj që të dalë drita edhe dielli i shpresës deri në zgjedhjet e 2027-s ka kohë. Unë ndërkohë kam besim që ne do të takohemi edhe herë të tjera deri në atë moment. Ishte shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi që të kisha aleancat për NATO-n. Po, ka shumë gjëra për të folur. Absolutisht shumë gjëra për të folur në këto kohë të jashtëzakonshme. Falenderoj edhe një herë, faleminderit për kohën, për shpjegimin edhe gjithçka që bën për emisionin. Gjithë të mira. Ky është Syri Botës për këtë javë. Ju falenderoj shumë të më ndoqët.